Fëmijët jam konë t'i pastru dhe gjosha një zhurë. Gjosha një zhurë, po i ke takë dhe unalë kja pet. Taman, të tha shka po ban kjo zhurë, me ka nes dritën a ne me dalë ka drut me pa. Kur ka dalë atje, e ka pa një person dhe ka trokit në qamë. Kur ka trokit në qamë, i ka thonë, babi ti mos dilo, babi, i ka thonë. Na kina dalë para Naimit, po ajna ka shty se forës burë tha rrini se unë dalë para jush. Kur ka dalë që ka vadhe i ka zatet në derë, me armë në torë atë person të himrena. Dhe Naimi e ka shty, ata mos me plagos e ka shty i ka qitë jashtë qikën. Tani a i ka hynë shkallë, u rok me ngësonin. Tani unë ku shku me da, më ka thonë largoj dritë se ka armë. Kur ka thonë ka arma, e ka shtinja 4-5 herë në zonin dhe ajo rëzue. Atë minutë më ka shty, mu burë e ka kap, ata më tash me pa, me më zanë se kush është ai person. Burën e ka rëzue dhe e ka qëllu 3 herë dhe ato e ka plagos. Dhe i ka hy për mi, unë atë moment s'kum pas kur gjanë dorve që i kum shumë e grusht ati njëri ka kryet. Dhe kur kum thonë tash të policinë i lajmëroja, i ka ikë moment. E ku përcjell deri te rrugat atje, po s'pata çka me bas, unë i kisha të plagosit mrena. Kum shku, kum kërku ndihmë koshi. Kur u kthy kur ka dalë te rruga, u kthym ka po ape përcjellë më ajo. Tani ka vash avash. Kjo është të hershme. Ka pas në mas në fytyrë në sa na keni njohur? Jo, s'ka pas mask, sepse unë i kum shu ati njeri me gryshta ka kryet. E kum pas para syve veç se fytyrën si ja kum pas që shduhet. Po nuk dim kur gjana ma tepër, garant hetusët janë konë dje, janë marrë me rastin, po shpresojna që do ta zgjidhin këtë problem. Ngushëllimi i vetëm i kësaj familje është nëse zbulohet ky rast.